Para se të dëgjojmë disa momente të fjalës së përdredhur të Ramës për Zvërnecin, të bëjmë me dije që në fillim thelbin e historisë Sazan Zvërnec, për të dëgjuar të kthellët më pas, gjithçka që u tha sot dhe që do të thuhet në ditët në vazhdim. Investitori real në Sazan dhe Zvërnec është Edi Rama mes kompanisë Kastrati dhe atyre kompanive që vendosin garde. Dhe atje me sa duket Rama ka projektuar të ketë parajsën mbi tokë. Atje do të ketë ishullin e tij, si Onasis dikur në ishullin Skorpios. Rama po ushe shqiptarëve, Koçan Misri, Përdru Dushku. Jared Kushner nuk është investitori strategjik në Sazan dhe në Zvërnec. Ai dhe disa arab partner të tij, por më shumë partner të Ramës, shesin vetëm emrin e kompanisë. Kaq dhe asgjë më shumë. Kujdes. Në fillim po flisnim për investime një 4 miliard dollar, tani po flasim për investime të vlerës 4 miliard dollar. Dhe një investim i tillë nuk nis nga pasioni, siç deklaron Kushner, por këto investime nisin nga studime polisferike dhe plane biznesi të detajuara nga ekspert me emër në botë, me qëllime përfitimi. Fjala pasion e përdorur nga Kushner mjafton për të kuptuar se Kushner nuk është investitori. Kurse si investitori i vërtet në opinionin tim është vetë Rama, për 1001 arsye. Kaq shumë pasuri ka vënë ky piktor baskt, i gjatë përllahtari dhe arpagon me pushtet dhe fuqi. Shumë para pas ka bërë, ndërkohë që pronën e shtetit, të kombit, të popullit e jep, e shet dhe e privatizon, si ta kishte të trashëguar nga prindëri. Dhe pronën privatit ja glabëron me drejtorët e hipotekës që i ndryshon çdo muaj në qarkun e Vlorës. Jo vetëm kaq, por investimet e tij i ushqen dhe i majm edhe me fonde të shtetit, fonde që lidhen me infrastrukturën në zonë. Çfarë po i bën Shqipërisë djali politik Arnauti Sorosit dhe giganti i socialistëve, nuk ja ka bërë asnjë pushtues. Që të vëmë logjikën dhe të kuptojmë se gjithë historia me Kushner dhe Krushq amerikan janë mufka, fluska, gjepura, janë nga ato sapunkat e hoteleve të qëmotshme, që Paulin Rama u ashet për djathtë në dyll, muhamedanëve dhe kristianëve të Shqipërisë. Investimi në Sazan dhe Zvërnec është ide vetë Ramës mes Kastratit, por Kushneri harrojeni që të jeti destinuar të shkojë dhe të investojë në Shqipëri, apo të ndërmjetësojë tek një tjetër investitor për një investim 4 miliard. Kur Kushnerit i kanë ofruar një shumë të majme që të shfaqet, të bëhet emri i partnerit strategjik, një marrëveshje e bërë me Sati Bëmagjiu tjetër, që trumpe laroje të VC-s në fushën e golfit, Grenelli, shoku i të majtëve dhe të djathtëve në Shqipëri. Dhe kaq. Gjërat janë fare të thjeshta. Mos i komplikoni. Ka bërë kërkesë Kushner për t'u pranuar si partner strategjik? Jo. Ka dorëzuar Kushner ndonjë plan biznesi për investimin? Jo. Ka kalkuluar Kushner dhe qeveria shqiptare impaktin socio-ekonomik të investimit? Jo. Është përcaktuar kush merr përsipër investimin në infrastrukturës energjetike dhe hidrike? Jo. Ka afate kohore të parashikuara për kompletimin e punimeve? Jo. Nuk ka asgjë. Ka ca llafe goje të Ramës. Mund të ketë investitor që të gropos 4 miliard dollar në Zvërnec dhe në Sazan? Si do të investojë një investitor gjigant në një shtet pa shtet, në shtetin më të korruptuar të Europës, në Kolumbinë e Europës, në kartelin e kontinentit? Rama pse nuk i sugjeron investitori që të investojë për ujin e pishëm në Tiranë dhe e ka investim që ja merr shpejt fitimin dhe të sigurt. Një investim që impakton 1 milion shqiptar të metropolit. Ja pra që investitori real është Rama, dora vet. 12 vite kryetar bashkie. Vetëm rrogën mori Rama, 13 vite kryeministër. Vetëm rrogën mori Rama. Sa miliarda dollar mund të ketë Rama vallë, si kryeministri i vendit më të korruptuar të Europës? Sepse në vendin më të korruptuar nuk mund të jenë korruptuar vetëm shqiptarët dhe të ketë mbetur i pastër dhe i papërlyer kryeministri. Krejt e kundërta, ku ka shumë të korruptuar, i krye korruptuari është kryeministri dora vet. Dhe këtë e din mirë grekët, shumë mirë. Ndaj dhe është tensionuar së tepërmi me reagimet e Greqisë dhe mediave greke lidhur me episodet në Zvërnec. Këtë e din edhe turqit gjithashtu. Dhe me sa duket Rama e ka pisk me Turqinë dhe me Greqinë njëkohësisht dhe mund të rezultojë vështirë që të investojë miliardat e tij në Zvërnec, për të bërë parajsën për të dhe trashëgimtarët e tij. Investimi në Zvërnec është i Ramës dhe kush ka dyshime, le të mendohet 2 herë. Sepse do të duket mëshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pasi gardi e tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njëri në të drejtën e vetë, atë ishin zvarë në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private, dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet
i kishte arrestuar aty në vend ata që morën zvarr protestuesin. Edhe legjenda se shteti po ja falë dhe tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Po të më thoshin se aty janë futur ca rus që në bashkëpunim me oligarkët shqiptar po rrafshojnë zonën e mbrojtur dhe do ndërtojnë pallate. Po të më thoshin se ajo ishte zonë e mbrojtur dhe qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek thuajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare. Kam 2 ditë që pyes veten dhe po flas shumë hapur. A duhet vërtet t'ua tregoj unë tani një nga një anën tjetër sa medalje me probabilitetin shumë të lartë që ju të mos besoni dhe të vazhdoni të më ngrini mua tradhtar dhe të mulni të korruptuar dhe të shitur sa tek thuajt e sa tek oligarkët? Dhe të mendoni pastaj se vërtet e mbrojtët Shqipërinë nga një keqje e madhe, ndërsa unë, pasi ta bëj këtë, të vazhdoj të rrin karrige, të shty kohën e pushtetit, me shihen e hidhur një humbje të madhe për Shqipërinë, për ju. Për fëmijët e sotëm të Shqipërisë, që do të jenë përfituesit nesër të këtij investimi dhe të investimeve të tjera të kësaj natyre. Çam duhet mua karriga, pushteti, nëse unë duhet heq dorë nga vizioni që kam ndarë me ju gjithë këto vite. Heq dorë nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që mos ketë zili askënd. Për çam duhet pushteti dhe karriga? Që të qetësoni ju. Heq dorë nga vizioni dhe nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që nuk ka frikë ty në Ligën e Kampionëve të Turizmit Global. Nuk është më Shqipëria ku nuk afrohet asnjë investitor, është Shqipëria ku të gjithë investitorët duan dinë. Është Shqipëria 12 milionë turistë. Një vend që nuk ka frikë në një projekt i jashtëzakonshëm, si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliardë euro. Jo si ndërtues. Ndërtoi, shesin dhe ikin, si ata që kanë ndërtuar edhe pallaten në Tiranë dhe pastaj ja kanë lënë banorëve të s'marrin dot hipotekën. Po si pronar të terrenit, të cilin e kanë blerë me para të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë punë pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci, 1 për 1, euro për euro me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte farmia e Izraelit, po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, por vetëm musliman nuk janë, vetëm Allah dhe Kurani nuk kanë. Sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kurani për të helmuar njerëzit në shtifje. Dhe si mund të jenë gazetat e Greqisë, aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë. Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj. Ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësia e dheut, u gjet i korruptuari? Dhe ai është kryeministri juaj.
jam shumë i drejt dhe mbase edhe emocional, por kjo është nisja ime. Se për mua janë ditë shumë të habitshme. Janë ditë të habitshme që për herë të parë do kam bërë të mendoj edhe që për ulem thellë, për ndejën e madhe që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjes, për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duar që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga thuhet. Nuk është këtu për t'ju shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Këtu është tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht avetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një midis të mbrojtur, një vend sovran e tjerë dhe se si ju kanë kthyer në pjesë një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë. Por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen në Shqipërisë. Unë shtu e shoh. Pamje të rreme lajmesh, si ajo fotografia e shpërndarë gjithandej e atij gardit të mallkuar me tela me gjëmba, me atë sinjalistikën këtu është kufiri midis Izraelit dhe Shqipërisë. Për shembull. Këngë patriotike, blok në këngët që shoqërojnë idiot përkatëse. Heronjë të sajuar dhe ngjarje të organizuara me shumë kujdes. Dhe krijoi një krizë të madhe, pushton titujt kryesor të mediave dhe zhvendos komplet vëmendjen e publikut që përfshihet totalisht emocionalisht në luftë me Shqipërinë. Projekti ka nisur si interesim nga ana investitore në vitin 2023. Pra 3 vjet përpara. Dhe ka nisur si interesim bashkë me Sazani. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qenë Sazani është tokë publike. Ka qenë një dëshirë dhe një ambicie e kahershme edhe e qeverive të tjera dhe e kryeministrave të tjerë për ta kthyer në destinacion turistik. Ne jemi të gatshëm që të punojmë me ju dhe keni parasysh që ajo tokë nuk shitet. Dhe ne duam që shteti shqiptar të jetë palë, ortak. Shteti shqiptar. Qeveria e kryeministrit tuaj, që e keni votuar dhe që sot duke u bashkuar zemëratës e konsideroni shitës dhe të korruptuar. Ndërsa kemi thënë, për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Dhe copza që mund të jenë shtet janë drejtësisht papërfillshme për ambicien tuaj. Kështu që ne unim me pronarët. Ky është fillimi 2023. Ju dini shumë mirë se kush janë njerëzit e interesuar, se e di gjithë bota. Dhe këtu do t'ju them diçka. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriu që e ka promovuar projektin, Xhanet Kushner. Por bota ka hesabe për të larë dhe ka luftat e veta për të bërë. Prandaj edhe projekti ka pasur qysh sapo ka dalë fjala interesimit të gjithë mediave amerikane dhe europiane. Por me agent. Jo për të informuar popullin e tyre se sa shumë po zhvillohet Shqipëria, po për të gjetur gjithë për antasht. Ndërkohë që ne do t'ja tregoj hapat, administrata shqiptare kemi mbrojtur interesin tuaj. Interesin tim që është dhe juaj, interesin e vendit. Kam parë imazhe projektit, kam parë pallate. Ku i keni gjetur? Ato nuk kanë lidhje me projektin. Projekti i vjetër, do t'ju informoj, është rrëzuar. Dhe është rrëzuar nga administrata shqiptare. Dhe ju është kthyer mbrapsh, dhe ju shton ndjes, por ne kemi kërkesa të larta dhe duam standarde shumë të larta. Jo se ishte i keq, por ne donim më shumë. Ne donim më shumë për ju, dhe për vetë. Për vetes si për ju. Toka është regjistruar hipotekë për shumë vitesh. Dhe negociatat me pronarët, transaksionet me pronarët janë një çështje mes palëve, në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk ka qenë nevoja ty dhe as nuk kemi pas asnjë interes të hyjmë. Ne jemi të fokusuar tek Sazani, për të cilin akoma nuk kanë përfunduar negociatat miqtë mi. E dini pse s'kan përfunduar negociatat?
se ne duam pjesën e shtetit shqiptar dhe negociohet. A ka pretendime për pronësim via territor? Për e të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e ministrisë jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë, ose siç ka ndodhur më parë me shqiptarë edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një roje gruprojesh private. Dhe që të ngrihet shteti në këmbë dhe të nënvizojë etnik e protestuesit, kjo është diçka që sipas meje nuk i shërben marrëdhënieve tona, që janë përsëri në ditët e tyre më të mira. Por këtë e futa këtu për të thënë diçka tjetër, që pretendimet janë legjitime. Po ato zgjidhen në gjykata, sepse ndërkohë titullet e pronësisë janë baza e çdo veprimtarie dhe jo pretendimet. Por sulmet politike mbi projektin, nga forcat brendshme që predikojnë ose të kthehemi në komunizëm ose urrëtitjen ndaj shteteve të tjera apo nga forcat jashtme, nuk e duan këtë projekt. Nuk e duan, shumë e thjeshtë. Nuk e duan. Kjo është konkurrencë. Ne kemi hyrë tani në një territor shumë të ndryshëm nga që kemi qenë. Sepse ky projekt, së bashku me tjerë, po ky, siç e ka ngritur vëmendjen globale ndaj Shqipërisë, ngre Shqipërinë në nivel tjetër me realizimin e vet. Totalisht. Siç thashë, ata u paraqitën për herë të parë në Shqipëri në 2023-shin. Pastaj vazhduan me shtetin bisedimet për Sazanin dhe vazhduan me privatët punët e tyre. Projekti nuk u miratua në formën e paraqitur fillimisht. Aplikimin e tyre të parë ata e kanë bërë pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit në datën 10/9/2024, pra jemi thuajse 2 vjet përpara. Dhe në mbledhjen e datës 25/9/2024, KKT-ja e ka rrëzuar projektin dhe ka kërkuar që të zvogëlohet intensiteti i ndërtimit dhe të sigurohet ruajtja e lagunës. Janë të shkruara këto, janë në proces verbale. Dhe projekti, gjithmonë flasim për konceptin, nuk flasim për projektin e ndërtimit, flasim vetëm për masterplanin. Është miratuar vetëm pasi janë plotësuar një nga një kushtet e vendosura. Në vitin 2024 nuk u miratua një projekt arkitektonik. Dhe nuk ka as sot që flasim ne dhe që juve jeni zëmëruar me të drejtë për çka keni dëgjuar, po tani më dëgjoni mua. Sot që flasim, nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar, nuk ekziston. Çfarë shihni nëpër filmat që i prodhojnë ata që duan t'ju nxisin sa më shumë duke shfrytzuar pikërisht ndjenjën e pastër tuaj, janë të krijuara si wog dhe dog. Bashkë me këto studio, kompania ka angazhuar një grup inxhinierësh nga më të mirët në botë dhe ka angazhuar njëkohësisht dhe inxhinierët e mjedisit që sot që po flasim tani, që flasim vazhdojnë punojnë për të paraqitur studimin mjedisor. Nuk e kemi të paraqitur akoma studimin mjedisor, e kuptoni apo jo? Domethënë lufta zhvillohet sot për sot vetëm me një gjë konkrete, me një gardh të shëmtuar skandalos me tela me gjëmba, për të cilin kompania që ka marrë përsipër këtu të bëjë gardhin, do paguajë një gjop të majme. Dhe natyrisht, pastaj për atë dhunën për të cilën ajo kompania tjetër nuk do punojë më në Republikën e Shqipërisë.
E para, është e shkruar. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie në kadastër dhe në asnjë pronë tjetër të kontestuar ose që mund të rezultojë për momentin cop shtet. Është e shkruar. Laguna nuk preket. Është e shkruar. Dhe zhvillimi nuk mund të përfshijë marin. Është e shkruar. Ishte marin në versionin e parë. Edhe në dytin u hoq. Investitorët thonë, nuk e kemi pritur kurrë që në Shqipëri shteti do jetë kaq rigoros. Edhe pse ata kryesorët në Shtetet Bashkuara që ditën e parë që jemi takuar më kanë thënë çdo gjë sipas librit të ligjit, asgjë jashtë librit të ligjit. Kemi ardhur në Shqipëri të bëjmë një investim për Shqipërinë, për ne dhe për Europën. U dha leja, u bë rrethimi dhe makineritë u morën me gur. U morën me gur. Pa kuptuar se çfarë po ndodhe për çfarë po bëhet. Pasuritë objekt zhvillimi janë pronë private. Sipas dokumentacionit, pasuritë objekt zhvillimi përfshin vetëm prona private. Të gjitha rezultojnë në pronësi të shoqërisë Albania Land Development. Ndërsa struktura e pronësisë së shoqërisë, shoqëria Albania Land Development, ka si ortak vetëm shoqërinë Sazan Holding. Tani, edhe një herë, e thash më parë, një çmenduri totale ajo futja e urrëties për ebrejt. Dhe shfrytëzimi i dhimbjes gazës nga ata që i thonë vetë musliman, po janë pa dinë dhe pa iman. Duke ju thënë shqiptarëve që po vinë izraelitët të marrin tokën, ju thash që aty janë ata që dinë dhe janë dy bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari. Një nga fuqitë më të mëdha të lindjes mesme. Një holding që zotron kompani në fusha të ndryshme dhe që portofolin e turizmit e ka ndër më të shkëlqyerit në botë. Futuni, klikoni powerholding.com. Shkoni tek kompania Assets, që është e pjesë prapë tu e regjistruar dhe do shikoni se kush po vjen në Shqipëri të shkatrojë mjedisin të vrasë pelikanët dhe cilë palestinezët. Thash më parë, i duroj të gjitha ato që më thonë perversët që për fat keq kanë rënë të jenë kundërshtar të kësaj partie vetëm personalisht, po i duroj jo se i pranoj. Duroj dhunë mbi kockat e Timeti, duroj dhunë mbi fytyrën e gruas time dhe fëmijëve të mi, po sepse mendoj jam këtu për ju dhe me ju. Nëse edhe ju mendoni si ata, ma thoni dhe vazhdoni me këto tjetër që ju dëshironi. Unë këtu nuk rri të vegetoj. O do ta bëjmë Shqipërinë me atë vizion për cilin keni mbështetur, ose më thoni që keni një vizion tjetër, rolin kryesor që kemi në këtë proces. Dhe rolin kryesor që kemi ne si Shqipëri dhe si shqiptar për ta bërë Shqipërinë ashtu siç duam, është të krijojmë klimën e duhur dhe të krijojmë mikpritjen e duhur për investitorët. Dhe nëse këta investitorë largohen, nuk është problemi që nuk do bëhet zvërneci. Problemi është që nuk do vi më njëri për kush e di sa kohë. Se do thonë kur dhe ata nuk e çan dot atje, ne ata s'më vesh. Kjo janë vërtetë që po them sot siç ndjej. Mendojini gjëra. Mendojini. Dhe çfarë niveli duam Shqipërinë është pyetja që duhet bëjmë përballë këtij projekti. Ndërkohë që siç u thash, projekti akoma nuk është dorëzuar. Studimi mjedisor akoma nuk është bërë. Patjetër që do t'i shohim kur të vinë dhe do t'i ekspozojmë dhe do kuptojmë të gjithë se çfarë po bëhet. Por unë po them që me çmë kanë parë syt, nga çfarë po bëjnë ata njerëz, është diçka që në Europë dhe në Mesdhe nuk është.
shqetësuan gazetat greke se po dëmtohet mjedisi në Zvërnec. Se nuk është vetëm do vinë ta marrin tuaj, çfarë do marrin tuaj? Kë do marrin detin? Jo, do ta pastrojnë. Laguna është në pikë hallit, por nuk ju intereson ambientalistëve. Është në pikë hallit. Do pastrohet. Prandaj po bëhet gjithë ajo punë me inxhinier mjedisi. Do shtohen preza të tërë, pemësh, rëre. Ishu gjegë. Është diçka krejt tjetër. Lëreni të mbarojnë punën. Lëreni të mbarojnë punën. Pastaj gjykoni. Ktu jemi prapë, s'ka problem. Nëse s'do të pëlqej projekti, shkoni edhe merreni me guna për Mitela. Gunat aty janë. Sepse e para kemi thënë që po bëhet një projekt, por nuk e kemi projektin. S'është bërë gati akoma. Nuk e kemi studimin mjedisor, s'ka ardhur akoma. Ndërkohë që Ministria e Mjedisit përpara, jo tani që ndodhen këto, por përpara kanë nxjerrë edhe një urdhëres për të bërë punën e vet dhe për të marrë vendimin lidhur me impaktin mjedisor dhe për të dhënë të gjithë porositë e duhura në rast se investimi do shkojë përpara. Çfarë duhet të thoshim ne përpara? Ai është projekt privat. Për Sazani po. Kemi ne detyrë të informojmë. Rregullisht kemi informacion. Dhe nuk mund të bëhet një gardh shumë i shëmtuar, një akt skandaloz i një roje sigurie, pleshti që djeg gjithë Jordanin. Kompania e mori dënimin e vet, të plot. Ata që e vun telat me gjëmba do ta paguajnë gjobën e tyre të plot, dhe ne do të vazhdojmë përpara dhe të shikojmë ka pasapi zhvillën e projektit. Dhe mos e harroni asnjëherë, ditën që do të më shkonte në mendje ty tradhtoja, do largohesha kokulur dhe nuk do riem këtu. Kaq kisha unë tani, ndajeni mendjen, si doni të vazhdojmë. Mast Channel. Please subscribe.